Kapitulli 3. Një premtim i ri. Pas përmbytjes, Noe u jetoi për shumë vite. Dal nga dal toka u popullua përsëri me njerëz, por ndërsa u shtuan, ata u bën sërish mëkatar, shumë të ligjë dhe rebel ndaj Perëndisë. Ata nisën të bënin idhuj me qëllim që të adhuronin këta në vend të Perëndisë dhe pas disa qindra vitesh, bota kishte rënë prapë në errësirë dhe ishte plot mëkat. Pastaj edhe një herë Perëndia filloi të dërgonte paralajmërime nëpërmjet profetëve se ai do t'i ndëshkonte rishtas njerëzit mëkatar. Këta profetë, të cilët sollën mesazhin e Perëndisë për pendim, u rryen e u përndoqën dhe jo pak prej tyre u vranë. Por Perëndia, i cili i do njerëzit, vazhdoi të dërgonte profetë të tillë në botë brez pas brezi. Këto janë fjalët e profetit dhe poetit Isaia, i cili jetoi rreth viteve 760 deri në 698 para Krishtit. Ai pësoi përndjekje të ndryshme dhe në fund u martirizua duke u sharruar më dysh. Vegimi në lidhje me Judën dhe Jeruzalemin, që Isaia, biri i Amosit, pa gjatë mbretërimit të Uziahut, Jothamit, Ashazit dhe Ezekias, mbretër të Judës. Dëgjoni o qiej, dhe ti o tokë, vër vesh, se Zoti po flet. Kam ushqyer fëmijë dhe i kam rritur, por ata kanë ngritur krye kundër meje. Kau e di kush është i Zoti, dhe gomari e njeh grazhdin e zotërisë së vet, por Izraeli nuk di. Populli im nuk kupton. O, kom mëkatar, populli rënduar me mbrapshti, pjell keqbërësish, fëmijë të çoroditur. E kanë braktisur Zotin, të shenjtin e Izraelit kanë përbuzur, i kanë kthyer shpinën dhe janë larguar. Për çfarë arsye doni prap të goditura? Pse vazhdoni të rebeloheni? Tërë koka dhem dhe gjithë zemra është e smur. Nga shualli i këmbës e deri te kryet nuk ka gjë të padëmtuar. Vetëm lëndime, xhunga dhe plag me qelb pa u pastruar, pa u fashuar, të pamjekuara me vaj. Launi, pastrohuni, mi hiqni sysh veprat tuaja të këqija. Hiqni dorë nga e keqja. Mësoni të bëni atë që është e mirë. Kërkojeni drejtsinë, qortojeni shtypsin, jepuni drejtësi jetimve, i dili në mbrojtje çështjes së gruas së ve. Ejani ta shqyrtojmë, thot Zoti. Edhe nëse mëkatet tuaja do t'ishin ngjyrë flake, të bardha si borë do të bëhen. Edhe në rast se do t'ishin si purpuri të kuqe, si lesh i bardhë do të kthehen. Po të jeni të gatshëm e të bindur, do të ushqeni me frytet e mira të vendit. Unë jam ai që ju afshin fajet për hir të vetësime dhe nuk i kujtoj më mëkatet që keni bërë. Mjerë ata që çohen në agime sulen drejt pijeve dehëse, që sërollaten deri në mbrëmje vonë për të trullosur me verë. Në përfesta ata kanë lirë, harp, dajre, fyll dhe verë. Këta nuk i përfillin veprimet e Zotit. As nuk e respektojnë çka i bën me duart e tij. Mjerë ata që thonë, të nxitoj ai dhe ta bëj shpejt punën e tij që ta arrijmë ta vëmë re. Le të realizojë plani të shenjtit të Izraelit që të mund ta marrim vesh. Mjerë ata që e quajnë të keqen të mirë dhe të mirën të keqe, që e zëvendësojnë errësirën me dritë dhe dritën me errësirë, që e zëvendësojnë hidhësinë me ëmbëlsi dhe ëmbëlsinë me hidhësi. Mjerë ata që e mbajnë veten për të urtë dhe u duket vetja të zgjuar. Mjerë ata që janë trima në pirjen e verës, që nuk kanë frikë kur i përzejnë pijet dehëse, që e lirojnë fajtorin për të marrur shfet dhe nuk i japin drejtësi të pafajshmit. Zoti gjithashtu thot: nga që bijet e Sionit janë mendje mëdha, ecin me kokën përpjete me vështrime joshse, i hedhin hapat ka përdisur duke tringulluar byzylykët e këmbëve,
Zoti do t'u vërë dregza mbi kokë, bijave të Sionit, dhe Zoti do t'u lërë krejt pa flok ballin. Atë ditë, Zoti do t'u heq stolisjet, zbukurimet e kyçeve të këmbës, fjongot e kokës, hënzat, varset, byzylykët, tylet e fytyrës, bizhuteritë e këmbës, brezat, shishet e parfumit, hajmalit, stolit dhe xhevajiret e hundës, rrobat e çmuara, mantelet, pelerinat, çantat, rrobat e lirit, shamit e kokës dhe vellot. Në vend të parfumit do të kenë kudërbim. Në vend të brezit, një litar. Në vend të flokëve të rregulluar bukur, shog. Në vend të rrobave të çmuara, do të kenë thes. Në vend të bukurisë, një damk me djegje. Mjerë të liqt do të psojnë keq, sepse ato që kanë bërë do t'u bien mbi kokë. Prandaj ashtu si një gjuhë zjarri që djeg kashtën, dhe ashtu si që fishket bari that në flak, kështu rrënjët e tyre do të bëhen si kalbësir dhe lulet do t'u marrë era si pluhur, nga që kanë refuzuar udhëzimin e Zotit të ushtrive dhe kanë përbuzur fjalën e të shendit të Izraelit. Për këtë arsye, Sheoli e zmadhon grykën dhe i hap fort nofullat e mëdha dhe aty zbret paria e Sionit, dhe gjelia dhe turmat, si edhe ata që brenda ti dehen. Ndërkohë që largohen do të shohin kufomat, trupat e njerëzve që janë rebeluar kundër meje, sepse krimbet e tyre nuk do të ngordhin asnjëherë, kur nuk do të shuhet zjarri, dhe ata do të jenë një tmerr për gjithë njerëzimin. A nuk e dini? Nuk e keni dëgjuar? A nuk ju është shpallur që nga fillimi? A nuk keni medituar për themelet e tokës? Perëndia i arri në fromë për mbi kuben e tokës. Prej aty banorët e dheut gjajnë si karkaleca. Ai i shtrin qejt si një pëlhur dhe i tendosi një çadër banimi. Në zero i ka ta ndisa i princat dhe në të pamend i kthen gjykatësit e tokës. Sa po janë ngulur në dhe, por sa janë bjell, kërceli i tyre nuk ka zënë ende rrejnë në tokë. Kur ai fry mbi ta dhe ata vyshken, dhe një vorbull ere i merr me vete si kasht. Me kë do të më krahasoni? Kush është i barabartë me mua? Pyeti shenjti. Çojeni veshtrimin lart dhe shikoni. Kush i krijoi këto? Ai e paraqet me numër të saktë ushtrinë e yjeve. I thret me emër të gjithë ata. Për shkak të fuqisë e të forcës së tij të madhe, asnjë prej tyre nuk mungon. A nuk e dini? Nuk e keni dëgjuar? Zoti është Perëndia i përjetshëm, krijuesi i gjithë tokës. Ai kurrë nuk mbetet pa fuqi, as nuk lodhet. Mendjebretësia e tij nuk ka kufi. Ai u jep forcë të lodhurve dhe fuqi të ligështuarve. Tërë ata që bëjnë idhuj janë të pavlerë, dhe ajo që çmojnë ata nuk sjell asnjë dobi. Dëshmitarët e tyre as shikojnë dhe as nuk dinë gjë, me qëllim që me turp të mbeten. Kush bën një perëndi apo derdh një shëmbëltyr metali pa pasur përfitim? Vini re, të gjithë adhuruesit e idhujve do të turpërohen dhe zejtarët e tyre. Thjesht njerëz janë. Të tërë do të mblidhen e do të qëndrojnë në këmbë. Të gjithë do të tremben dhe me turp do të mbulohen. Mbi thëngjij e ujdis hekurin kovaçi, i jep formë idhullit me çekan, dhe me krahun e tij të fortë e farkëton. Pastaj e merr uria dhe forca e lë. Nuk pi ujë, e kështu lodhet. Drupunuesi shtrin një fill matës me lapse për vijon idhullin. Me dalë tek dhënd atë dhe e vizon me kompas. Eskalit si figurë njerëzore si njeri të pashëm që të vendoset në tempull. Drurin njeriu e përdor si lëndë djegëse. Ai merr ca prej tij dhe ngrohet. Po ashtu, ndes një zjarr dhe pjek bukë. Mëtej sajon me të edhe një perëndi dhe adhuron. E bën idhull dhe përkulet para tij. Ai e djeg gjysmën e drurit në zjarr dhe pjek mish me atë gjysmë. Ha mishin e gatuar dhe ndihet i kënaqur. Ngrohet dhe thot, po thekem, po kundroj flakën.
Me pjesën tjetër ai gatit një perëndi ose idhullin e tij. I përkulet dhe adhuron. I lutet, më shpëto se je ti perëndia im. Të tillë njerëz nuk kuptojnë dhe as që mund të marrin vesh sepse ai u ka mbyllur syt që të mos shohin dhe mendjet që të mos mund të kuptojnë. Askush nuk reflekton. Askush nuk ka perceptim apo dallim për të thënë. Me gjysmën e drurit bëra një zjarr, e poqa edhe bukën me qymyrin e tij. E rreshka mishin dhe e hëngra, me pjesën tjetër do të bëj diçka të urryr dhe do të përkulem para një copë druri. Ky njeri hierin ka për ushqim. Mendja e tij e mashtruar e bëri të qorrollisej. Dhe ai nuk arrin dot të çlirohet. E as të thotë: a nuk është gënjeshtër kjo që po shtrëngoj në dorën e djathtë? Unë jam Zoti, dhe nuk ka tjetër. Nuk ka perëndi veç meje. Unë do të forcoj, edhe pse ti nuk më njeh, që ta din të gjithë, nga lindja e diellit e deri në perëndimin e tij, se përveç meje tjetër nuk ka. Unë jam Zoti dhe nuk ka tjetër. Unë jap formë dritës dhe krijoj errësirën. Sjell mbarësi dhe krijoj katastrofën. Unë, Zoti, i bëj të tëra këto. Unë e formova tokën dhe mbi të krijova njeriu. Ishin duart e mia ato që të ndosin qejit. Unë i dhash urdhra gjithë ushtrisë yjore. Më dëgjoj me vëmendje, o populli im, o kombi im, mbaj vesh, sepse udhëzimi do të zbres nga unë dhe drejtësia ime do të jetë si dritë për kombet. Unë do ta shkaktoj shpejt këtë. Drejtësia ime ndodhet pranë, po del në pa shpëtimi im dhe krahët e mi do t'u sjellin drejtësi kombeve. Trojet, buzdetit do ta vendosin shpresën e tyre tek unë dhe do të presin për forcën time. Vështroni lart qejt dhe vini re tokën poshtë, se qejt do të zhduken si tym, toka do të vjetërohet si një palë petka dhe në të njëjtën mënyrë do të vijë vdekja e banorëve të saj. Por përgjithmonë do të qëndroj shpëtimi im dhe drejtësia ime nuk do të shkatërrohet asnjëherë. Më vini veshin, ju që e njihni drejtësinë, populli në zemrën e të cilit gjen vend udhëzimi im. Mos u friksoni nga ofendimet e njerëzve e mos u dekurajoni nga talljet e tyre, nga që do të konsumohen nga tenja si një palë rroba dhe si leshin do t'i grij ata mola. Por drejtësia ime do të qëndrojë për jetë dhe shpëtimi im për tërë brezat. Unë. Po, unë jam ngushëlluesi juaj. Kush je ti që të kesh frikë nga njeriu që duhet të vdes, apo nga një bir njeriu që do të shkojë si bar? Mirë po, ti e ke harruar Zotin, krijuesin tënd, i cili ka vendosur qiellin dhe tokën ka themeluar. Gjatë gjithë ditës ti ngaherë trembesh nga tërbimi i shtypsit, i cili ka vendosur të të shkatrojë. Po tani, ku gjendet tërbimi i shtypsit? Bëjeni të fortë duart e trobitura. Fuqizoni gjunjë që dridhen. U thoni zemërlëshuarve, merrni guxim, mos u friksoni. Ja ku është perëndia juaj. A ka marrja apo vjen? Po mbërrin dëshkimi i Perëndis. Ai do t'ju shpëtoj. Humbëtira dhe toka shterb do të mbushen me hare. Shkretëtira do të gazmoj e lulëzoj si trëndafil. Do të çel plot lule dhe po ashtu do të ngazëlloj me gëzim me këngë. Do t'i dhurohet lavdia e Libanit, shkëlqimi i Karmelit dhe i Sharonit. Ata do të vështrojnë lavdinë e Zotit, shkëlqimin e Perëndisë son. Do të kthehen në jetë të vdekurit e tu. Trupat e tyre do të ringjallen. Zgjohuni e këndoni ju që jeni plandosur në plur, sepse vesa e mëngjesit do t'ju mbulojë dhe toka jashtë do t'i nxjerrë shpirtrat e larguar. Atëherë sytë e të verbërve do të shlirohen dhe veshët e të shurdhurve do të shpengohen. E më pas, i çali do të hidhet si një dre dhe gjua e njeriu të pagojë do të këndojë nga gëzimi, nga që do të vërshojnë rrëke në humbëtir dhe përrejnë në shkretëtir. Toka e zhuritur do të bëhet liqen
dhe trualli i etur burim ujrash, në strofkat ku përvidheshin çakejt, do të mbi bar, kallama dhe papirus. Do të gjendet atje një rrugë e gjerë, udha e shenjtë do ta quajnë. I papastri nuk do ta përshkoj, por do të shërbej për atë që e ndjek atë udhë. Madje as ai që nuk e ka mendjen nuk do ta humbas drejtimin. Aty nuk do të ketë luan, dhe asnjë egërsir nuk do të ngjitet përpjet. Nuk do të gjendet të tilla në atë vend. Por në të do të ecin të shpenguarit, dhe të liruarit e Zotit do të kthehen e do të vinë në Sion duke kënduar, të kurorzuar me gëzim të pafund. Gëzimi dhe hareja do t'i pushtoj, dhe pikëllimi e psherëtimat do të largohen tej.